Ju përshëndes të gjithëve. Tani dëgjojeni këtë, o njerëz, dëgjojeni. Pas 3 ditësh ose më mirë të dielën në datën 9 gusht fillon spektakli i madh Patriot Games, që në të vërtet nuk është gjë tjetër veç se The Hunger Games. Padyshim e keni parë filmin The Hunger Games dhe që janë disa student ose disa të rinj që luftojnë për survivor ose për mbijetesë. Dhe çfarë është tani kjo Patriot Games? Dëgjoni. Do t'i them diçka. Çdo gjë ndodh përpara syve të njerëzve. Mirë po njerëzit, përveç se nuk kanë se çfarë bëjnë sepse nuk janë në gjendje që të bëjnë asgjë, por pjesa dërmuese mendoj se këto janë teori konspirative. Atëre, për ata që nuk e din, The Patriot Games ka lindur si një ide për të ndihmuar të rinjt. Është një luftë, si mund quhet, mes të rinjve për patriotizëm dhe për të arritur $250,000 shpërblim që të mbulojnë studimet. Pra janë të rinj nga mosha 14 deri në 17 vjeç, nga 56 vende shtete të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mbahet ky në datën 9 gusht, pra pas të dielën fillon në datën 9 gusht deri në 11 gusht për 3 ditë rresht, natë edhe ditë 24 orë live, pra në të gjitha rrjetet sociale dhe në televizionet dhe në rrjetet sociale dhe në 11 bëhet në Ohio në Spire Academy, nuk e dim kuptoni apo jo, Spire, mund të zgjidhni në diçka tjetër jo. Gjetën këtë sepse megjithatë, doja t'ju thoshja që çdo gjë ndodh këtu, pikërisht pra përpara nesh. Dhe ky lloj spektakli i madh bëhet për të rinjt. Dgjoj, duhet të dini diçka. Lufta mes të varfërve dhe të pasurve ose ata tyre që kanë pushtetin e vërtet, sepse në këtë rast tregohet pushteti i vërtet, ka ndodhur prej vitesh. E keni në të gjitha filmat, e keni në të gjitha allegoritë, në të gjitha këto paradigmat ose në këto spektakle televizive, por kaq haptazi nuk e kisha parë kurrë. Tani unë do t'ju them diçka. Kam një 2 minuta kohë dhe doja që t'ja u tregoja këtë sepse është vërtet për të ardhur keq. Për të ardhur keq sepse do t'ju them se përse. Atëre disa e mendojnë që mund të jetë një mënyrë competition, si thuhet, rivaliteti. Dhe në këtë, duke qenë një rivalitet, ndjell atë sensin e të rinjve për të qenë sa më mirë, sa më fantastik, sa më të jenë më të zgjuar, dhe të dinë shumë. Mirë po, më thoni kush nga këta që kanë mbaruar studimet, fakultetet dhe janë bërë supermiliarder. Një pjesë shumë e vogël prej tyre, sepse pjesa dërmuese që janë bërë miliardë duke filluar nga Bill Gates e tjerë, madje edhe Elon Musk e të gjithë, nuk e kanë përfunduar studimet, i përfunduar më vonë, disa prej tyre. Dhe këta u bën miliarder përpara se të shkojnë në shkolla. E dini pse? Sepse shkollat dhe universitetet nuk të ndihmojnë për të bërë të pasur, për të bërë i pasur, por ndihmojnë, po them shpesh se duhet iki, por ndihmojnë për të qenë sklav, për të qenë i denj për misionin tënd. Mbile do t'ju them, pse në Amerikë ka shumë nacionalizëm? Për çfarë arsye? Keni vënë re që ka shumë nacionalizëm? Ne për vendin tonë, ne për shtetin e vdesim. Bile aty kur bëhet luftë, nëse keni vënë me vende të tjera që marrin ushtar, janë të parët që ngrihen në këmbë dhe thonë, "Ok, unë do të marr pjesë në luftë." Dhe është çështë e vërteta, një pjesë e madhe prej tyre pastaj kur kthehen nga lufta i dënojnë apo kanë probleme psiqike. Tani nuk është ky problem sepse kush i bën luftrat i bën për qejfin e vet dhe nuk del kurrë në luftë, as nuk çon fëmijët e tyre. Por atë që më vjen kështu që shumë njerëz nuk e kuptojnë që The Patriot Games që do bëhet nga data 9 deri në 11 gusht që fillon tani dhe 24 orë live, do të jetë nuk është gjë tjetër veç se The Hunger Games. Hunger Games është një film që ndoshta dikush nga ju nuk e ka parë, që tregon se si disa të rinj mbijetojnë sepse ka lindur një pandemi. Mirë po, luftojnë kundër pushtetit të vërtet. Sepse pushteti i vërtet nuk është ai që ne themi mes nesh. Jo, është diçka tjetër. Në fakt është tamam ky lloj filmi, është tamam si ai Matrix. Por Matrix është diçka më tej sepse tregon për krijimin, kurse këtu tregon për një lob të fuqishëm që mund të jenë
të iluminuar, apo mund të jetë masonuar, apo ku ta di unë. Pra, një lob që drejton dhe lufton kundër të rinjve, por kryesisht kundër të varfërve. Pra, ky është thelbi kryesor. E njëjta gjë pra që po bëhet tani, sepse në qoftë të se duan të ndihmojnë të rinjt, pse duhet bëjnë competition? Për çfarë arsye? Në kështu 24 orë live mund të bëjnë një competition brenda universitetit, okay? Dhe jo në mënyrë kështu internacionale, në rang botëror. Sepse për ata që nuk e din, mund ta shohin në të gjithë botën një gjë të tillë dhe do ketë shumë sukses, e pa diskutuar do ketë shumë sukses. Dhe vetëm sponsorat kanë mbuluar rreth $200 milion, vetëm sponsorat. Pastaj për ekskluzivitetin, që do të jetë ai më vonë, pasi do jepet ekskluzivitetin në televizione, dhe ata që do të marrin ekskluzivitetin dhe do pagojnë para të tjera. Pra, në një eveniment të tillë, shumë njerëz mendojnë që është vetëm një entertainment, ashtu siç edhe futbolli. Po ta shikoni, në futboll për shembull, luajnë të gjithë, luajnë edhe tifozët. Ju që i doni sportin, luani edhe ju, sepse ju jeni të çmendur pas futbollit. Sa herë që del një skuadra ju e preferuar, ju bërtisni. Ju mund të jepni dhe jetën, dikush prej jush mund të jap dhe jetën, ose mund të bëj marrëzira pikërisht për atë skuadër. E dini pse? Pikërisht pra nga sëmundja që ju kanë vendosur në tru. Unë shikoj ndeshje, nuk jam i çmendur, shikoj ndonjëherë rrallë. Zakonisht kampionat botëror, kam thënë dhe herë të tjera, por nuk e kam si sëmundje. Absolutisht jo. Të vetme sëmundje që unë kam punën. Punën mua më jep një punë, do ta mbaroj, e kam sëmundja, deri në fund do ta çoj. Dhe nuk është se unë di gjithçka. Kujdes, nuk është se unë them që ju e keni gabim. Unë mendoj në këtë formë, pastaj ju më thoni nëse unë e kam gabim ose jo. Nuk po them që ju e keni gabim. Unë mendoj që është një sëmundje që hedhin, e bëjnë të qëllimshme, dhe në këtë rast për shembull edhe me Patriot Games, që të jeni patriot të famshëm, të zellshëm dhe papagalli, dhe të jeni të gatshëm për të luftuar për vendin. Ju do të merrni pjesë në një Hunger Games ose në një Patriot Games, pra që bëjnë amerikanë në Ohio. Pres komentet tuaja dhe unë do ta shoh sepse duhet të informojnë për kuriozitet, duhet të di se çfarë ndodh, çfarë bëjnë. Kështu që nga data 9 gusht deri në datën 11 gusht do jem edhe unë aty. Kështu që do ta shikoj tani ose në rrjetet sociale ose direkt live në ndonjë nga kanalet televizive që do japin në ekskluziv. Megjithatë, kalofshi një ditë të bukur dhe të mbani mend një gjë. Edhe pse nuk mund të bëjmë dot gjë, siç thuhet shpeshherë, e rëndësishme është që të njohësh botën ku ke jetuar, pra planetin. Sepse në këtë rast, nëse do të ndodh diçka nesër apo pas nesër, do dim se si do të sillemi. Kështu që kalofshi një ditë të bukur dhe ju përqafoj.